sa i përket zemrës sportistit dhe jo të sportistit, dallon sikur zemra e smutit me të shnoshen. Një sportist, dallime shumë, marament, se një sportist, kur shkon te kardiologu mu kontrollu, nëse si tregon që është sportist, mirët me këtë sport, kardiologu, unë po garantoj që kam ja dhënë një qese bajgit madhe, plot ilaçe, e ndoshta do të shtrinë në spital. Për shkak ndryshimeve të mëdha që janë. Mirë po, gjithmonë duhet paralajmëru ma herë që je sportist. Ndërkaq, që të bëhet zemra sportive, atëherë nevojitën ndikon 2 deri në 3 vjet aktivitet fizik. I vazhdueshëm, edhe të një intensiteti, ndoshta aerob apo anaerob, dikon me 70 deri në 85% frekuencës maksimale të zemrës, atëherë zhvillohet zemra sportive. E zemra e sportistit dallohet prej jo sportistit, për arsye se ka të rrahunat më të vogla, po e ka vëllimin goditës shumë më të fortë. Nëse një sportist me një të rrahun, jo sportist në vërtet, ka 70 rrahuna të zemrës në minutë, ajo zemra ati me një të goditje, me një kontrahim, i qet në qarkullim dikun 70 ml gjak. Te sportisti ndodhe kundërta. Të rrahunat e zemrës bin ndër 50, të ne kum pas rast me 42, 40 rrahuna të zemrës minutë, sportista me pa. Po nëse është 50 rrahuna të zemrës minutë, vëllimi goditës i tina arrin në 100 ml. E shihni çfarë force goditës e ka? Zhvillohet, është më e madhe. Për këtë arsye, këtu është një këshill se koha po na ik, mirë po është një këshill për sportistët. Njerë sportist, gjithmonë sportist. Kur sporti nuk, nëse ata kanë stërvit 5-6 vite, 7-8 vite, 10 vite, edhe ndërprejnë për njëherë aktivitetin fizik, 100% kanë me pas probleme kardiovaskulare. Po ai nuk guxon kur të ndërpret aktivitetin fizik. Mund të ndryshon formën, nga një aktivitet intensitetit të lartë, kalon në rekreacion, po gjithmonë aktiv tjetë. Për arsye se zemra e tina është zhvillu edhe lyp tjetë aktive të ankohën.